Një avion me 81 persona në bord është rrëzuar në Medellin, një qytet në Kolumbi, ndërsa përpiqej të ulej me urgjencë. Avioni ishte nisur nga Bolivia dhe në bord kishte ekipin e futbollit të Chapecoense të Brazilit. 5 persona arritën të mbijetojnë mes tyre dhe 3 anëtar të skuadrës, ndërsa 76 të tjerët kanë humbur jetën. Në bordin e avionit ishin 72 pasagjerë dhe 9 anëtar të ekuipazhit. Presidenti i Brazilit Temer shpalli treditësie në nder të viktimave, ndërsa shumë ekipe të futbollit kanë shprehur ngushëllimin të tyre për kolegët futbollistë që humbën jetën në aksident. Është një tragjedi për masave të mëdha, u shpreh Elkino Spina, kryebishkiaku i Lacea, një komunë afër vendit të aksidentit. Avioni i tipit RJ-85, i cili u ndan në shumë pjesë, si dhe shohim nga pamjet, kishte sinjalizuar probleme në impjantin elektrik dhe ka rënë në një zonë malore në Medellin, por si pistë që mund të ketë shkaktuar aksidentin është edhe mbarimi i karburantit. Avioni së bashku me skuadrën e futbollit ishte nisur nga aeroporti ndërkombëtar i San Paulos në Brazil dhe do të ndalonte në Bolivi, ku ekipi këtë të mërkur do të luante në finalen e Kupës së Amerikës së Jugut. Një zëdhënës i aeronautikës civile bëri me dije se avioni u deklarua i zhdukur në orën 20:30 të mëngjesit me orën tonë lokale, ndërsa aksidenti u regjistrua rreth orës 4:30. Ekipi i futbollit është themeluar në vitin 1973 dhe përfaqësonte qytetin e Chapeco, një zonë e rëndësishme industriale në Brazil. Në 2009 merrte pjesë në kampionatin e Series D. Më pas shumë shpejt arriti në kategorinë e parë duke zënë vendin e 9.